Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një vlog të ri. E kam punuar çik si shumë këtë vlogu, me thënë drejtën, sepse ju premtova që do isha më aktive, por që do më kuptoni, do më besoni kur t'ju tregoj se çfarë më ka ndodhur. Më ka ndodhur këto ditë e fundit, domethënë, dhe që kam pas një arsye goxha të fortë që nuk kam filmuar. Okej, më që jam tani, para se t'ju tregoj se çfarë kam ble, po ju them se çfarë më ka ndodhur. Si fillim t'ul pak zërin e këtyne Christmas song, sepse të më kap një copyright kot. Atëherë, para 2 netësh, ose më saktë para 3 netësh, nuk po ndjeja fare mirë. Kisha një ndjesi gjithkohë sikur doja të villja, më falni tash për shprehjen, po nuk kam si ta them ndryshe. Gjithkohës më lëvizte diçka në stomak dhe doja të villja, po nuk e nxirja dot. Ndërkohë kisha dhe ulje tensioni goxha, saqë më merrin mend, mu erësonte komplet pamja, nuk kisha fare fuqishme, mu dritte trupi dhe thash do jetë diçka kalimtare, diçka e shtatzanisë. Po të hënën më duket, apo të martën, që mos gaboj tani një nga këto net, u shtriva në kërvat, sepse nuk po rria dot në dhomë ndenjes, isha me Lori dhe me Çuni po loste, Lori kishte vendos një film, dhe unë nuk po duroja dot, më dukte sikur zhurmat që bonte Oldi dhe filmi, edhe ngjyrat, dritat e pemës, domethënë çdo gjë po më bezdiste, dhe thash po shkoj tek dhoma e gjumit, dhoma ime, nxorra telefonin, sa po vendosa Big Brotherin e Kosovës, ishte ajo nata që ishte Big Brotheri, sa e kam vendos, sa e kam shtyp YouTube-in, më erdhi komplet, sikur më ngret gjithë stomaku, donte dilte jashtë. Dhe imagjinoni, nuk kisha kohë sa t'u çoja nga kërvati, shkoja në tualet që t'u liroja, po volla aty mbi 7-8 herë. Unë jam tip që nuk vjell kurrë në jetën time, dhe shtatzanit që kam kalu, i kam pas me ndjesi të vjella, po për vjell nuk kam vjell kurrë. Kam vjell vetëm 2 herë, shumë pak, në për festa që e kam tepru pak me pijen për shembull, po një gjë shumë kalimtare, ndërsa kjo ishte diçka e tmerrshme për mua, nuk di si ta u shpjegoj. Nuk kisha fuqi as t'u çoja më mbrapa, ajo ndjesia të vjellës nuk më hikte në asnjë moment dhe më dhimbte shumë stomaku. Ishte ora diku 9:30, 9:40 e darkës, dhe i shkuja doktorit tim. Ai doktori im është, nuk e di, është njëri i papam, është rob zoti, më ktheu përgjigjen në sekond dhe më tha, si i thash kështu se ç'a kisha, ikta tek urgjenca maternitetit, merr një serum patjetër dhe të vizitojnë ato atje dhe të shohin se ç'a ke. Çunin te mami, unë me Lorin shkum tek urgjenca maternitetit të Durrës. Aty infermierët, doktorët, ginekologët shumë të gatshëm, sepse edhe i njohin, po janë njerëz, nuk e di, janë të papam. U gjendën direkt gatshëm të më kontrollonin, të më vizitonin, më morën në pyetje, ginekologu më vizitoi, më pa pjesën e bebit, më pan dhe stomakun, zorrët, dhe doli që ose isha e helmume, ose më ka kap ajo viroza, ai virusi që është barket vjella. Po gjithsesi do e shoh në vazhdim kush është nga këto, dhe më dhan mjekim, serum, më dhan dhe një mjekim nga këto që janë si qishe të vogla që pihen për 3 ditë rresht, madje sot i mbaroj, dhe që e kam marr pak veten. Ju thash tamam sot kam qenë çik më mirë, sepse ditët që kalun kanë qenë të tmerrshme. Ajo ndjesia për të vjellë nuk më hikte as një sekond, kush e ka kalu më beson dhe e kupton se unë se ç'a kam hequr unë. Dhe kur e kujtoj më merret fryma, po shqyr zotit hiku. Kjo ka qenë arsyeja që unë nuk kisha fare, jo për vlog, për video, po nuk kisha për asnjë gjë. Ato ditë, imagjinoni, nuk kam shiu dhe nuk kam net as me Çunin tim, jo më gjë tjetër. Tani, iku jam më mirë, shqyr zotit, e kalova dhe vendosa të kthehem. Nuk po them fuqishëm, sepse aq e fuqishme nuk jam, por që vendosa të kthehem në filmim, në vlog. Tani, unë isha para se të vija në shtëpi, isha i çik tek supermarketi aty te Laja. Çunin e kam në kopësht, sepse sot ka dhe festën e flamurit. I kanë vesh ato tek kopshte, kanë vesh kështu me veshje popullore, me qeleshe, me flamur.
shumë bukur, më ka nis foto dhe video edukatorja më shtu jeta. Dhe Lori është në punë dhe jam vetëm shtëpi. Unë po ju tregoj se ç'a bleva dhe mbasi të mbaroj, duhet patjetër të nis sepse do bëj një fërgesë sot, fërgesën time dhe të Lorit të preferumen. Kam gjithë të kohë që du ta bëj, po tani ma va dhe tani do ta bëj. Okej, vazhdojmë. Mora tek Big Marketi një ujë. Kemi edhe 2 tjerë, po ne marrojmë shumë shpejt se unë kam fillu të pi shumë ujë këto kohë. Dhe thash po e marr dhe një ta kemi, sepse nuk maj dot më shumë se nga një gjo, sepse s'duhet maj shumë pesha. Madje sot e kam tepruar më shumë se ç'duhet, po nuk e bëj me këtë gabim. Mora edhe një nga kjo sola se e ka qef çuni. Mora një vikajsie sepse unë kam shumë qef këtë. Unë nuk po e teproj me ushqime dhe me gjona që po konsumoj në të drejtën. Pi ndonjëherë Cola Zero, po kështu dhe i piesh, kisha kohë pa marr, e pash aty thash, s'do ja bëj vetes me hile, do ta marr dhe ta pi. Këto treja mora dhe sa janë këtu? 5 simite, sepse sa i kishin marrë ato ishin shumë të buta, ma bonde këto me sy i mora. Mora dhe një panetone. Herën tjetër mora me limon, tani e kam marrë me çokoladë dhe me pana ëmbëlsirash. Tani këtë periudhë panetonja duhet. Mora një kos nga kjo fshatçe. Mora sa është këtu? 730 gram gjizë, sepse duhet patjetër për fërgesën, si do bëhet fërgesa ta gjizë. Në këtë fërgesë me sa më e mendja u kam tregu një herë ose 2 herë, sepse e bëj shpesh, po kisha kohë pa e bë. Mora një djath, po prap fshatçe. Dhe këtu kam dhe perime, fruta perime më saktë. Ose të do çfarë kam. Banane, moll dhe shegja këtu. Ka marrë nga pak, se siç e thash nuk lejohet të bëj shumë pesha. Plus që unë po marr shumë edhe më prishen. Kështu që më mirë nga pak. Këtu kam 1 kile speca të ndryshëm, sepse më duhen për fërgesën. Ka dhe kunguj. Se kunguj t'i përdor shumë për supra unë. Këtu ka marrë dhe domate dhe hudhër. Tani unë t'i vendos këto në përvende dhe të filloj direkt me fërgesën. Të mundohem t'ju tregoj nga pak se si e përgatis fërgesën. Nuk do ju bezdis, se duke qenë se ja u kam treguar dhe herë tjetër. Nuk do ju bezdis, po ditë ju them që është fërgesa më e mirë që mund të boni ndonjëherë. Po mund të më mungoj një diçka, sepse kjo është fërgesë që bëhet me kajmak, me ju thënë drejtën. E kemi mësuar nga njerëzit e babit në Jugosllavi. Është fërgesë që vetëm atë nuk ka nevojë për asgjë tjetër, aq e mirë është. Por që unë në mungesë të kajmakut do t'i vendos pak gjalp sipër që ta kompensojmë pak. Tani po iki se unë kur zjatem nuk po shoj më, po iki të merrem me këto dhe vazhdojmë me punën. Tani unë fërgesën nuk është se u tregova gjithë procesin që po përgatisja, po u bë, erdhi Lori, hëngra dhe unë, u kënaqëm, bona dhe i qik makarona si që pat, sepse fërgesa e do një diçka të shoqërohet, dhe te prej goxha, kështu që do na ngeli dhe për darkë, do vi dhe çunit, jap dhe i qik çunit, madje tani avash duhet qohem, se ora është 3:10 dhe nga ora 3:20, 3:30, zakonisht shkoja marr Rodin. Dhe kam sot për të bë një analizë që bëhet në 3 mujorin e dytë të shtazanisë. Më tha doktore, hajde nga ora 5 deri në 7, hajde kur të dush, po do mundon ta bëj sa më shpejt në 5 ca që ta heq qafe kur i thonë, se unë analizat e gjakut i kam shumë frikë. Mua akoma nuk ma ka marrë veten kjo, bile s'po ta shihni, e kam krahun akoma si të nxirr, nga serumi që mora kur isha smur, që u thash, dhe me shumë mundësi po prap këtu do ma bëj ajo analizën, sepse ky është krahu që
gjejnë më kollaj ven më të drejtë se sa ky krau tjetër, po më ka kap ajo frika tani, ai sikleti i analizës që nuk di çfarë t'ju them. Siç po shihni, kam dhe këtu një herpes, sepse këto herpesit e mia janë shumë çuditshme, se gjithmonë më tregojnë që mas një 2 ditësh Kamila do smuresh. Kjo më doli një 2-3 ditë para se të më ndodhte ajo që më ndodhi, dhe ja ku është tash, pothuaj se ka hik, po e kisha shumë keq. Dhe atë po i thoya edhe mamit, çfarë si ka mundësi, mami thash që mu gjithmonë para se të smurem do më dali në i herpes. Është zakonisht njerëzit kanë të kundërtën, masi smuren ose masi kanë një temperaturë kështu të brendshme, i del herpesi, ndërsa mu është e kundërta. Edhe kështu, unë tani po çohem. Do marr xhaketën, palton, nuk e di çfarë do vesh. Do marr çantën dhe do iki të marr çunin. Po mbien një çik gjumë, nuk e di pse kam filluar të kem dëshirë e fit gjumë kaq shumë herët, sepse njeriu o flen në drek, ose pastaj flen kur është orari darkës. Mu nuk më vjen kur gjumi për në drek, gjithmonë më ndodh, domethënë flas tani për ndimër, se në verë flem shumë vonë, po tani ndimër më flehet, ka thonë flehet shumë herët, nuk e di ç'është kjo punë kështu. Po nëse po çohem, po iki, aq shumë po e shijoj këtë pamjen këtu me pemën time fantastike, që vdes për këtë pemën. Po që s'kam çfarë bëj, duhet ikit marr çunin, ta pyesi i shkoj festa, dhe besoj se do shqipemi pak më vonë.